Hero për disa, kriminal për të tjerë. Ali Pashtepelena mbetet një nga figurat më të errta dhe njëkohësisht më magnetike të historisë shqiptare dhe ballkanike. Një sundimtar që ndërthoi pushtet, por e mbajti atë me terror. Një strategj i zgjuar, por edhe një hakmarrës i pamëshirshëm. Aliu erdhi nga Tepelena, nga një familje e goditur nga dhuna dhe poshtrimi. Nëna e tij, Hankoja, sipas rrëfimeve historike dhe letrare, u bë burim i një urrejtjeje që Aliu nuk e shleu kurrë. Ajo bashkë me të bijën u përdhunuan për një muaj rresht nga burrat e Hormovës dhe Kardhiqit. Me premtimin e pajtimit, Aliu ftoi krerët e këtyre dy fshatrave në manastirin e Shën Triadhës. Ata hynë të çarmatosur. Brenda pak minutash mbi 200 burra u masakruan të përgjakur, por dhuna nuk u ndal aty. Hormova u ndëshkua edhe më tej, djegje, plaçkitje, dëbime. Fshati u përdor si shembull për çdo që guxonte të sfidonte sundimtarin e Janinës. Akoma më e rënd ishte shkatërimi i Kardhiqit. Rrethuar, djegur dhe shuar pothuajse nga harta, Kardhiqi u bë simbol i hakmarrjes absolute. Një tjetër kapitull i errët janë luftrat kundër Sulit. Për vite me radhë, Ali Pasha u përpoq ta nështronte këtë krahin rebele. Fshatrat u shkatruan, civilu u ekzekutuan dhe pas së dhënies së Sulit, dhuna ndaj popullsisë mori përmase ekstreme. Episodi Grave Suljote që u hodhën nga Shkëmbin për të mosën në rob, mbetet një nga tragjeditë më të rënda të Ballkanit. Edhe në Çamëri dhe Thesproti, Aliu aplikoi ndëshkimin kolektiv. Fshatrat të djegura, pasuri të konfiskuara, varje publike dhe mbjellje frike, rival të helmuar, armiq të mbytur në liçen, ala të kthyer në viktima. E megjithatë, kjo është vetëm njëra anë e medaljes. Obori Ali Pashës ishte qendër arti, diplomacie dhe intrigash ndërkombëtare. Ai negocioi me fuqitë europiane, sfidoi portën e lartë dhe krijoi një pashallëk që funksiononte si shtet më vete. Ishte i admiruar dhe i frikshëm njëkohësisht. Këtu qëndron paradoksi i Ali Pashtepelenës, ndërtues pushteti dhe shkatrues komunitetesh, vizionar politik dhe kriminal i epokës së vet.